Kanë rinisur sot rreshtet e shiut në gjithë zonën veriore të Shqipërisë duke përkeqësuar situatën e përmbytjeve në zonën fushore të Nënshkodrës. Emergjencat civile njoftojnë për 3070 hektar tokë bujqësore të përmbytur dhe 381 shtëpi të rrethuara nga uji. Por në terren situata duket edhe më e rënduar. Korrespondenti i Zërit Amerikës Pullum Sulo ishte sot në komunën e Dajçit e ka përgatitur kronikën. Që gjatorëve të natës në të gjithë zonën veriore të Shqipërisë kanë rinisur rreshtet e shiut duke përkeqësuar situatën e përmbytjeve në të gjithë zonën fushore të Nënshkodrës. Shkarkimet e detyruara të hidrocentralit të Vautodeës, si dhe fryrja e liçenit të Shkodrës po mbajnë të përmbytura, sipas shtabit të emergjencave civile, 3070 hektar tokë bujqësore, ndërkohë që 381 banesa janë me prani të ujit. Por larg të dhënave zyrtare të shtabit të emergjencave civile, situata në terren duket më e rënduar, sidomos në komunat Dajç dhe Ana Malit. Është dita 5 e përmbytjeve dhe këtu në komunën e Dajçit më shumë se 1500 hektar tokë vazhdojnë të jenë në ujë. Gjatë ditës së sotme, rruga për në brendësi të komunës së Dajçit është mbuluar pjesërisht nga uji dhe mjetet e ulta e kanë të vështirë lëvizjen, ndërkohë që një patrull policie monitoron situatën në hyrje të komunës. Ashtu si në përmbytjet e 3 viteve më parë, fshati Shirgj i komunës së Dajçit është mbuluar nga uji që ka rrethuar edhe banesat e fshatit. Unë jam banor i fshatit Shirgj, komunës së Dajç. Qysh në 2010 përmbyt na 7 herë. Në 2011 ka pru komisionin, na ka vlerësuar domet, nuk ka përgjigjur kush. Sot që ndodhem këtu, prezencë shtëpinë e kam rrumulluar me ujë. Më nuk ka hi. Këtë rrallë. Banorët e komunës së Dajçit shprehen të shqetësuar për situatën e krijuar dhe për dëmet e shumta që përmbytjet e ditëve të fundit po shkaktojnë në kulturat bujqësore. Për sa i përket dome, me qashivet kanë dalë në terren me i po. Sa mund t'i vejnë në zbatim se kanë dalë edhe herë tjera edhe s'na kanë shpërbly as s'na kanë ndonjë. Kështu që inshallah jetojnë me shqetësimet e problemet që kena. Mark Marina e ka shtëpinë e tij pranë rrjedhës së lumit Buna, atje ku vitin e kaluar u ringrit një pjesë e argjenaturës së dëmtuar gjatë përmbytjeve masive të vitit 2010. Marku thosë se tashmë në këtë zonë është vështirë të jetohet për shkak të përmbytjeve të përsëritura që kanë dëmtuar rënd ekonominë e tij familjare. Shtëpia jam në fshatin Shirgj, në afërsi, si më thonë, të një agjenature që është e ndërtuar me kënë agjenaturë, por kam rënë, si më thonë, pjesën e brendshme të fshatit. Por pjesa tjetër e fushës ku kena jetesën, është, si më thonë, e përmbytur, çdo gjë është e përmbytur, vazhdimisht e përmbytur. Situata e rënduar e krijuar në komunën e Dajçit, sipas kryetarit të kësaj komune Arben Gjuraj, ka krijuar dëme të konsiderueshme në ekonomitë bujqësore të zonës, ndërkohë që vëmendja e komunës është përqendruar në shtëpitë dhe jetën e banorëve, një pjesë të cilëve janë evakuuar nga zonat më të rrezikuara. Po jemi të fokusuar më tepër te rreziku që kanë banesat edhe banorët. Një pjesë e banorëve që duhet thënë janë banorët e përhershëm, të cilët e vuajnë më tepër se të tjerët këtë, si më thënë, përmbytjen, janë të larguar nga shtëpitë në fakt, po ashtu janë transportuar edhe me kafshët e tyre drejt fshatrave të tjera ku vazhdojnë ta kalojnë, mund të them, në një situatë jo të këndshme, as pak të lehtë për ta, madje shumë të vështirë. Megjithatë, edhe ato së bashku me ne marrin shpresë që të lehtësohen këto efekte. Pas përmbytjeve masive të vitit 2010, në komunën e Dajçit u punua për riaftësimin e sistemit mbrojtës të argjenaturave, gjë që sipas kryetarit Gjuraj ka ndihmuar që dëmet të jenë më të vogla gjatë përmbytjeve të ditëve të fundit. Duhet të themi se mas përmbytjeve të vitit 2010 janë marrë masat konsiderueshme parandaluese, çka ka sjellë që kësaj rralle prezenca e ujit në nivele shumë shqetësuese të përafërta me ato 2010-s kanë sjellë pasoja shumë më të vogla për shkak se ne tashmë kemi realizuar rindërtimin e një argjenature të një niveli bashkohor, mund të them, dhe që ka bërë që efektet jenë shumë më të ulta se sa do të ishin në rast të mos realizimit të saj. Ndërkohë, shtabi i emergjencave civile për qarkun e Shkodrës vazhdon të monitorojë në terren situatën duke kërkuar nga strukturat përgjegjëse që të jenë në gatishmëri në rast të përkeqësimit të gjendjes dhe rritjes së nivelit të ujit në zonat e përmbytura. Për Zërin e Amerikës, nga komuna Dajç Pullum Sulo.